Këtë javë kemi për të folë për një krijesë të mrekullueshme që na lidh shumë çka me të. E kemi dëgjuar për të qenë të sinqert edhe nga gjyshrit tonë. E kemi dëgjuar shumë shpesh edhe nga familjarët më të afërt që ky lloj shpend që do të flasim sot simbolizon ardhin e pranverës, simbolizon shtektimin, simbolizon diçka shumë të bukur e që me shekuj bashkjetojnë me neve njerëzit apo racë njerëzore. Bët fjalë për lejlekun e bardhë, cikonja, cikonja. Unë e kuptoj që shumë nga ju mund dhe të thoni pse po e ndan i bardhë, sepse javën që shkoj kem folur për një lloj apo një kushëre, le të themi, të këtij lloji që janë shumë të ngjashëm, por dy lloje të ndryshme, por kemi folur për lejlekun e zi, ndërsa tani po flasim për lejlekun e bardhë. Sepse sa i përket llojet të lejlekëve, këta dy i kemi prezent tek ne që janë shtektarë. Pra kur përmendet shtektimi apo rrugët e larta nga kontinenti afrikan, më së pari na bie në mend lejleku, ky lloj që me mijëra kilometra bën për t'u rikthyer në vendin e origjinës, për t'u rikthyer në Kosovë në këtë rast, sepse ne jemi në Kosovë në fund fundit. Ka plot vështirësi, por pasardhësit e tyre do qelin apo do dalin nga vezët në përvendet ku jetojnë dhe njerëzit, në pullazet të shtëpisë, në për shtylla elektrike, në për xhami apo minare të xhamive apo kisha apo shumë rrallë në lisa, në disa raste dhe në shpërndarës të rrjetit të telefonisë. Pra thjesht lejleku i bardhë folinizon kudo, me njerëzit, nuk iken fare në për oborët të shtëpive, por që për të ushqyer mandej del në për ara. Lejleku të bardhë i duhet një vend ku është më i hapur, pra dallon për mënyrën e ushqimit nga lejleku i zi, pra nuk shumë rrallë gjuan apo ushqet në lumen, ligatina, liçene, kështu me radhë. Lejleku i bardhë kërkon pa ndërprej për insekte dhe brejtës në për toka bujqësore. Është mjeshtër për kapjen e brejtësve, por për qenë realist, kap dhe gjarprinj, han hardhuca, çfarë do që të gjejnë, e që për të është mëse i duhur nga madhësia për ta gëlltit, ai e merr pa problem edhe dërgon mandej në fole tek të vegjëlit që mezi presin njëri nga prindrit të kthehet në fole. Lejleku i bardhë pas mijëra kilometrave që i bën nga shtektimi, është prej atyre zogjve që i qëndron realisht besnik folesë së tij, në shumicën e rasteve pra kthehet në të njëjtën fole, edhe nuk e harron kurrë, por në disa raste trashëgon folen për të vegjëlit, por ka raste kur me betejë të ndryshme varet se cili qift është më i fortë për t'u përballur me betejë, ka mundësi edhe të uzurpoj folen
e lejlekëve tjerë. Prandaj gjithçka është e mundur, por para se kemi informacione shkencore është se pra po i qëndron besnik foles së njëjtë kthehet dhe sjell apo risjell gjenerata të reja në atë fole, prandaj dhe shumë pronar të shtëpive, banues aty mezi e presin që të kthehet, sepse dhuron spektakël për të qenë realist, nuk iken fare nga prania e njeriut. Edhe kjo është me rëndësi pra që bashkëjeton me njeriun. Folen kryesisht e ndërton me fije koshte, por edhe me le të themi këto lloje të shtagave që janë pak më të forta, sepse i duhet një bazament goxha i fortë për të përballur pavarësisht se çfarë fryme apo rreshje të shiut, në disa raste edhe në borë, sepse edhe në borë kemi xhiruar gjatë kohës sa ka qenë për shembull muaji mars, sepse natyrisht ky lloj lejleku kthehet kryesisht në muajin mars, po ka raste kur vjen edhe në fund të muajit shkurt. Prandaj kur vjen në mars, pra që e dim të gjithë, siç e dini, në mars ka mundësi dhe të ketë rreshje bore, edhe ne kemi xhiruar edhe gjatë kohës sa kishte sfida edhe në borë kur ka lshuar dhe vezët, edhe nëna pra qëndronte mbi vezë përkundër faktit që ishte shumë ftoft apo kishte edhe rreshje atmosferike të borës. Shpesh më kam pyetur se sa mund të jetoj një lejlek. Atëherë shkencëtarët kanë zbuluar se në disa rajone një lejlek ka arritur të jetoj apo jetësia e tij ka shkuar deri në 30 vite, por është normale kur shohim se 20 vite është kthyer në të njëjtën fole, por 20 vite janë këtë normale. Kështu që po, le të themi rekordi ka qenë diku te 30 vite, prandaj edhe ka shumë raste kur në Kosovë na kanë treguar familje që dikush si fëmijë kur i ka pasur 3-4 vjet ka gjetur atë fole në të njëjtën shtëpi, mandej sot ka ndoshta ai person mbi 20 vite dhe po e njëjta familje jeton akoma në të njëjtin pullaz apo në të njëjtin lokacion. Lejleku i bardh është apo janë çifte monogame, pra janë një çift për tërë jetën, pra kur i shohim duke u kthyer ta dini që janë po i njëjti çift. E vërteta është që mashkulli kthehet nganjëherë 1 javë, nganjëherë dhe 2 javë më parë, pra kthehet mashkulli e rregullon fillimisht folen, përgadit folen, le të themi, punon pa ndërprerje që kur të kthehet femra nga shtektimi i largët të jetë folja gati, le të themi, për të kthyer femra pastaj për të filluar riprodhimet, por që një realitet që është i vërtetë është se
të vegjlit nga njëherë, të cilët janë 2, 3, 4 edhe 5 në disa raste, nuk kthehen bashkë me prindrit mbrapa në shtektim, pra prindrit nga njerë shkojnë më herët dhe rrugën e shtektimit për të kthyer në Afrikën e largët, pra e bëjnë vetë të vegjlit, pra në bazë të instiktit të gjetjes lokacioneve ku kanë për të shkuar në këtë rast, pra në Afrikë, edhe kështu përdorin fushën magnetike për të mbajtur mend të gjitha ato mijëra kilometra për shkuar deri në lokacionin ku duhet shkojnë, por që për të qenë realist të çështja e shtektimit, se si e mbajnë mend rrugët e shtektimit e kështu me radhë, akoma shtektarët kanë mbetur të mahnitur se si i gjejnë të njëjtat rrugë të shtektimit, pra shkenca ka zbuluar diçka, po mbetet akoma mister se si arrin një, le të themi, disa të vegjël të leleku të bardh apo dallëndyshës apo s'ka si cilit zog të dinë se ku kanë për të shtektuar, edhe pse pra nuk shtektojnë bashkë me prindrit, pra shtektojnë vetëm, dhe pyetja akoma sot e kësaj dite mbetet, pra se si i dinë rrugët e shtektimit apo si e dinë se ku kanë për të shkuar. Për në fshatin Potorovc, komuna e Lipjanit, atje ku po shkojmë për të vendos një kamerë, IP kamerë në folen e leleku të bardh Cikonja, e që do të transmetohet drejt për drejt 24 orë, ku do të ndjekim drejt për drejt momentin kur leleku i bardh kthehet nga shtektimi, nga ato javë të tëra që i bën shtektim mbi detra, por edhe mbi rrugë toksore, e që janë shumë të mundimshme, pra në momenti ku të kthehet në fole, prej shtektimit të mundimshëm dhe të largët natyrisht, deri në momentin kur qel vezët, rrit të vegjlit, që ne ta shohim të gjithë bashkë se si ushqehen, me çka ushqehen, shpejtësia e rritjes së të vegjëlve. Do t'i shohim natën dhe ditën, pra në periudha të ndryshme kohore, do t'i shohim nëpër të rreshura në disa raste kur është koha e kthimit të tyre në Mars, pra do shohim edhe të rreshura të borës, besa që ka ndodhur shumë shpesh. Edhe tash erdhëm te lelekt, janë 5 individ, këtu gjejmë edhe mbeturina që për fat keq i marrin prej poshtë duke mos e ditë se për çka bëhet fjalë, po si gjithmonë për këto çështje është faktori i njeriu fajtor. Ja dhe kjo mbeturina, për gjithë është faktori njeri. Pra janë 5 individ, mashallah, që shumë rrallë ndodh të rriten kaq shumë me numër. Ndrysh jemi këtu me Albertin poshtë, që është Albert, përshëndetje. Shtëpia është Albertit edhe që paten baba jetë? Bacës Rashid, edhe me një shok toni që ka arë me na ndihmu për montimin e kamerës drejt për drejt. Do del diçka shumë interesante dhe të gjithë shqiptarët ku të që jetojnë në glob mund të shohin tash se si do rriten këta lelek, me çka do ushqehen, do jetë një kënaqësi
Një gjerim interesant nga më të mirët që keni pa deri më tash në trojet tona.